Besoj se do një duar tërgjitje të fortë i Viviana. Atër të kënguar, zonja dhe zotëri do doja që nga që të ngamë. Kam në edhe klasik veçanë që sot gjimën në këtë ambient ka që të bukur familjar, ku do të doja një dorë tërgjitje të fortë jërë për Lulashin dhe për Shpresën, të cilëve Zoti ja u fali këtë djalë pas 27 viteve. Dhe duar tërgjitja me fortë do tjetë për Samuelin. Zoti e rrit e baft hiset madhe. Dhe për mua sot nuk është si gjithë dasmat e tjera, si gjithë gëzimet e tjera, sepse një jetën time nuk ka qenë një ambient më i bukur pas 27 viteve të falin Zotin i djalë. Dhe e meritojnë shumë një dorë tërgjitje për këtë çift, të cilit i ka mësuar Zoti, edhe gëzimin e tyre familjarëve të mira dhe ndasma, fejesa e martesa ja u ktheshin familjet tuaja. Unë sot kam përgatitur një këngë nga Franco Odrasht, gjithë rjekni ka vënë një tekst shumë të bukur për këtë çift dhe për Samuelin. Unë e kam kënu këtë këngë me shumë ngrohtësi për ta përshëndetur këtë djalë dhe këtë çift martesor. Faleminderit shumë, faleminderit edhe një duar të rritet të fortë, edhe unë duhet që të rrim gamsa të marrë këtë këngë, sepse e meriton Samueli. Amen. Hajde duar rritje!
shumë faleminderit. Zoti e rujt, e rrit, e baftisë të mëdha. Faleminderit.